Janë bërë 5 vjetë prej arrestimit të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit nga Haga. Unë sot jap dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Më 5 nëntor të vitit 2020, Hashim Thaqi dha dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës, pasi gjykatës së procedurës paraprake pranë dhomave të specializuara njoftoi se e ka konfirmuar aktakuzën ndaj tij dhe 3 ish bashkëluftëtarëve të tij. Më 5 nëntor në paraqitjen e tij të parë para gjykatës speciale, Thaqi u deklaruai pafajshëm për të gjitha akuzat që rëndojnë ndaj tij. Si një nga udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, unë sot kam pranuar ftesë nga dhomat e specializuara për t'u intervistuar me 4 dhjetor në Hagë. Ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli më 5 nëntor të vitit 2020 bëri të ditur se kishte bërë të gjitha aranzhimet e nevojshme që vonte të arreshtu udhëtonte drejt Hagës, pasi ishte njoftuar se ka akt akuzë të konfirmuar ndaj tij nga dhomat e specializuara. Më 10 nëntor të vitit 2020 në paraqitjen e parë para speciales, Veseli u deklaruai pafajshëm për të gjitha akuzat. Jakub Krasniqi gjendet në qendrën e paraburgimit në Hagë që nga 4 nëntor i vitit 2020. Ai u paraqit para dhomave të specializuara me 9 nëntor dhe për dallim nga Thaqi dhe Veseli, përveç se u deklarua pafajshëm, ai mbajti edhe një fjalim. Kur në jetën time s'kam trajtuar njerëz të këtë mënyrë, se s'ka qenë qëllimi trajtimi njerëzve, por lufta kundër okupatorit që ka bërë krime të gjenocidit në Kosovë. Aktakuzën për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, Recep Selimi ka cilësuar të padrejtë dhe është deklaruar i pafajshëm për të gjitha pikat. Nderuar pranishëm këtu në sallë dhe në galeri, ka pothuajse 2 vite e gjysmë që kur unë njoftova se ndaj meje është ngritur një aktakuzë nga dhomat e specializuara të Kosovës. Natyrisht nuk e prisja. Sido që rrodhen ngjarjet, tash jemi këtu përballë një aktakuze që me të drejtë vazhdojmë ta konsiderojmë si të pabazuar mbi fakte e argumenta. Prandaj, përballë kësaj aktakuze, sërish deklarohem se nuk kam të bëj asgjë me krimet e pretenduara në këtë aktakuzë. Sikurse Krasniqi edhe Selimi më 4 nëntor njoftoi se kishte marrë konfirmimin për aktakuzën dhe ishte nisur drejt Hagës. Në kohën kur u arrestua, Selimi ishte shef i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, partisë që aktualisht është në pushtet, subjekt që ka kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale. Në paraqitjen e tij para dhomave të specializuara, Selimi është shprehur i bindur se procesi gjyqësor do të tregojë se ai dhe UÇK-ja nuk kemi të bëjmë asgjë me krime dhe as me ndërmarrje të përbashkët kriminale. Pavarësisht se u bë publike më 5 nëntor të vitit 2020, aktakuza ndaj ish-krerëve të UÇK-s ishte konfirmuar më 26 tetor të po atij viti. 2 vjet më vonë, zyra e prokurorit të specializuar ngriti akuza të reja, për të cilat po ashtu Thaqi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi u deklaruan të pafajshëm. Sipas aktakuzës, krimet e paraqitura aty janë kryer në periudhën prej marsit të vitit 1998 deri në shtator të vitit 1999 në Kosovë dhe në veri të Shqipërisë. Këto pretendime për krime fillimisht ishin përmendur në një raport të Këshillit të Evropës, që ishte hartuar nga senatori Atash Zisran, Dik Marti.